Tifozët serb, në ndeshjen e mbrëmshme kundër Shqipërisë që u luajt në Leskovec, treguan se nuk kanë ndërmend të ndryshojnë ndonjëherë, pavarësisht se rrezikojnë përjashtimin nga gara ndërkombëtare. Sërish tifozët e Serbisë në sfidën ndaj Shqipërisë thërritën në kor thirrje raciste kundër Kosovës, ndërsa nuk munguan edhe mesazhet dhe sjelljet e tyre provokuese. Shpesh dëgjohej gjatë ndeshjes, Kosova është Serbia apo vritet shqiptarin, por asnjë reagim nuk ka ardhur ende nga UEFA apo FIFA. Por Federata e Futbollit të Kosovës ka ardhur me një reagim të menjëhershëm, ku e dënojnë gjuhën e urrëties dhe mesazhet raciste e provokuese ndaj tyre. Federata e Futbollit e Kosovës dënon ashpër thirrjet në kor kundër Kosovës dhe mesazhet provokuese të shfaqura në tribunat e stadiumit të Leskovcit me flamurin serb mbi hartën e Kosovës gjatë ndeshjes ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë. Këto skena për fat të keq nuk janë të reja në stadiumet serbe, ku nxitja e urrëties dhe mesazhet fyese ndaj shteteve fqinje vazhdojnë të përsëriten pa ndëshkim të mjaftueshëm. FFK vlerëson se veprime të tilla vijnë ndesh me frymën sportive, me parimet e respektit dhe me vlerat që UEFA dhe FIFA përfaqësojnë. Në këtë drejtim, FFK-ja lajmëron se do të paraqesë një notë proteste në UEFA, duke kërkuar që të ndërmerren masa të qarta dhe të rrepta ndaj Federatës Serbe të Futbollit për këto akte të përsëritura që dëmtojnë imazhin e futbollit dhe cënojnë parimet e dy organizatave, UEFA-s dhe FIFA-s. Njëkohësisht FFK-ja e uron kombëtaren e Shqipërisë për fitoren e merituar 1-0 ndaj Serbisë, një fitore që pasqyron karakterin, përkushtimin dhe forcën e futbollit shqiptar. Federata e Futbollit e Kosovës do të vazhdojë të mbrojë me dinjitet vlerat e sportit, të respektit dhe të barazisë mes popujve, duke kërkuar që çdo fushë futbolli në Europë të jetë vend i lojës dhe jo i urrëties, shkruhet në postim.